Pra, Bobi ka qenë ai i cili i ka ble këto medikamente pa recept, pa asnjë kontroll. Biles e përdori tekstualisht këtë shprehje, i ku mbledha shumë lirë, ka €1.30. Dhe leksiliumi është i fundit ai që duhet të përshkruhet. Unë llogaris që është njëra ndër veprat penale. Farmacistë krejtësisht të papërgjegjshëm vazhdojnë shitjen e barnave të ndryshëm duke mos kërkuar fare recetë. Për një rast të tillë jemi njoftuar ditë më parë, ndërsa më e rëndë situata këtu është pasi viktima e këtij rasti ishte një i moshuar. Ati janë shitur barna të ndryshëm, e në një rast të moshuarit i janë dhënë edhe leksilium pa recetë të mjekut. Bile edhe në sasi të madhe, 5 pako për një herë. I moshuari i cili vuan nga demenca dhe probleme tjera shëndetësore është rrezikuar edhe më tej kur këto barna i janë dhënë nga një barnatore në pej pa recetë të mjekut, vetëm pasi i njëjti i ka treguar farmacistës se nuk po e merr gjumi. Edhe për me shit mollën e tyre, farmacistja vendosi që të jap këto barna madje me shumicë. E për lajmin e ka folur djali i të moshuarit, i cili është Gëzim Mekuli. Ndiqeni fillimisht rrëfimin e tij të rëndetës e më pas kemi me e pa dhe se si kemi arrit edhe ne ta blejmë një produkt të tillë farmaceutik në një barnatore të kryeqytetit. I nderuam, sfundme kemi pa një postim tuaj në Facebook ku dikush prej anëtarëve tënd familjes është përshkruar një sasi e madhe e barnave, cilat po ashtu janë të rrezikshme nëse përdoren sasi aq të madhe për njerëz që ka vuajnë nga demenca. Apo na jepni pak më shumë detaje, kush i ka përshkruar këto barna edhe si ka ardhur deri këtu? Po, përshëndetje, unë jam pikrisht i biri i personit. Pra, Bobi ka qenë ai i cili i ka ble këto medikamente pa recept, pa asnjë kontroll mjekësor, pa asnjë analizë. Thjesht ka shkuar në banatore, në pej, i ka marrë dhe i ka ble 5 pako. 5 pako për një herë? 5 pako i ka ble. Aty unë kam bërë publike, është dokumentuar në Facebook dhe në Mekuli Press, sepse mendojmë se kjo është thjesht një vepër penale, një rrezikim i shëndetësisë, shëndetit, jo vetëm babit, por edhe të popullit qytetarëve Kosovës. Pra prindi juaj vuan nga demenca? Babi vuan ndër tjerash nga demenca, nuk shef, ka shku atje, e përsëris, i ka ble 5 pako. Dhe unë nuk e kom ditë fare, por mbesa, mi dërgoj me fotografi, sa kështu, gjyshi ka dalë, i ka ble 5 pako. A e keni identifiku barnatoren e cila e ka shit edhe në atë gjendje pra të cilën është prindi, po edhe pa recetë të mjekut? Shiqo, unë t'jemi sinqert, dikush nga inspektoriati farmaceutik më njerë më ka kontaktu pasi që është bërë shkrimi publik. Më ka kontaktu përmes e-mailit dhe kanë reagu me njerë, kanë kërkuar informacion i shtesë. Unë nuk kisha informacion i shtesë, por e mora babin në telefon, bisedova me të, thash babi atë kujtohet ku, në cilën banatori ke marrë. Tha, nuk më kujtohet, nuk e di. Biles e përdori tekstualisht këtë shprehjen, i ku mbledha shumë lirë, ka €1.30. Thash babi, thash, a din që ke ble? Tha, po, të jim për gjumë, se s'po merë babi. Tha, nuk po merë gjumi. Kështu që unë me babi nuk e diskutova, sepse e di gjendjen psikologjike të babit. Pra pacienti edhe pse ishte në gjendje të rënduar shëndetësore, ndoshta edhe duke mos e ditur se çfarë po blen, farmacistja e kryen pazarin e saj edhe i fut paret në xhep. Tash ndiqeni se qysh fshehorazi ekipi i Lajminet arriti lehtësisht në tentimin e parë me ble një barnë të tillë të rrezikshme pa recetë e mjekut edhe duke mos pasur parasysh problemet e tjera shëndetësore që mund të ketë qytetari apo qytetarja në fjalë.
Kam recetën në shpeja për gjyshi, po se kam arritur. Sot është, a? 1.5. Nga recetë. Se sa është rrezikshme kjo banë të merret kaq lehtësisht pa recetë e mjekut, na ka treguar edhe psikiatri i mirënjohur Burim Meta. Është e padrejtë, absolutisht e padrejtë, sidomos të shitet pa recetë, sidomos të shitet pa kontrollin e mjekut, pa përshkrimin e mjekut psikiatër bile edhe atë. Dhe leksiliumi është i fundit ai që duhet të përshkruhet. Duhet ke pasur parasysh që simptomatologjia cila paraqitet te këta persona ka nevojë për një terapi krejt tjetër, një terapi për të korrigjim të menduarit, korrigjim të çrregullimit të sjelljeve, korrigjim të pagjumësisë apo gjumit të tepër, dhe gjithashtu duhet të përshkruhet edhe një ilaç e cila ngadalson progredimin e kësaj sëmundjes. Kështu që leksiliumi është, po që eventualisht të përshkruaj, është i fundit që duhet të përshkruaj, është në grupin e anksiosolitikëve, benzodiazepinave, ku shkakton varësi të madhe të këta pacient, gjithashtu ka edhe efekte të shumta anësore. Unë llogaris që është njëra ndër veprat penale, po që siç e diskutuam, po shitet edhe virtualisht, ashtu përmes faqeve sociale, ose pa përshkrim të mjekut, ose kush është ai person që guxon apo din të thotë që leksiliumin duhet ta vishte unë ta marrësh jashtë banatorës pa përshkrim të mjekut për shërimin e demencës. Pra, edhe brenda banatorëve duhet japet në shta pa receta ju? Asnjëherë, për shkak se tendencat për me abuzu me leksilium janë të shumta, duhet të kihet parasysh kujdes tek gjinia mashkullore, ku shkakton impotencë, do të thotë njëri për efekte anësore është edhe impotenca, mirë po më shumë mund të përshkruhet te gjinia femrore, po në doza të kontrolluara. Pra duket se barnatorët janë shndruar në një biznes të rrezikshëm e ku shpërndahen barna sikurse në market.